Se nuk e qënë me link. Këse variant jetë Tahirja. Që me goti për detim. Unë sot nuk kam ardhur këtu të flas si politikan, as të flas në emër të një partie, mirë po jam këtu të flas si një student i Republikës së Kosovës. Dhe si student një gjë e di shumë mirë, se kur e humb një afat, përgjegjësia gjithmonë është e jutja. Nëse nuk e jep provimin me kohë, nuk mund t'i thuash profesorit se nuk u morrën vesh me zvete, sepse afati vetë se ka kaluar. Dhe sot Kosova është duke pritur. Qytetarët votuan me 7 qershor dhe rezultati u dha dhe mandati u dha, por ne ende presim që institucionet të fillojnë punën. Dhe unë pyes se sa duhet të presim, sepse ne, studentët, jemi mësuar me pritje, me provime, me afate dhe me dyert të mbyllura, por një gjë nuk duhet ta mësojmë kurrë, të presim që shteti ynë të funksionojë. Kjo nuk është vetëm një krizë politike, por është edhe një mesazh shumë i keq për një gjeneratë të tërë. Ne na thoni çdo ditë, mësoni, punoni dhe ndërtoni të ardhmen këtu. Por si ta ndërtojmë të ardhmen këtu, kur ata që duhet të ndërtojnë të tashmen nuk po funksionojnë. Ne nuk duam privilegje. Duam një universitet që na ecë përpara, duam mundësi për të rinjt dhe duam institucione që punojnë. Duam edhe një shtet që nuk na detyron të largohemi, por na mundson që të krijojmë të ardhmen këtu. Dhe ka diçka tjetër që dua ta them. Mos e vlerësoni asnjëherë studentin, sepse shumë herë në historinë e këtij vendi, kur të tjerët kanë pritur, studentët gjithmonë kanë dalë. Kur të tjerët kanë heshtur, vetëm studentët kanë folur. Dhe kur është dashur ndryshim, studentët gjithmonë kanë qenë aty. Prandaj sot po kërkojmë qetësisht, po kërkojmë me përgjegjësi të lartë, po kërkojmë që kuvendi të konstituohet dhe të fillohet puna. Por nëse dikush mendon se studentët do të qëndrojnë pafundësisht të mbyllur në bankat e tyre, dhe të shohin se si shteti i tyre mbetet peng, atë nuk e ka kuptuar studentin e Kosovës. Sepse ne nuk kemi ardhur këtu vetëm për kërkuar të ardhme. Kemi ardhur këtu për të kërkuar të na lejohet të ndërtojmë atë. Dhe nëse duhet të ngrihemi përsëri, do të ngrihemi. Jo kundër Kosovës, por gjithmonë për Kosovën. Ju faleminderit. Sot jemi këtu pranë qeverisë, para qeverisë dhe abuzimi me shtetin po vazhdon, blokada me shtetin po vazhdon. Ajo që është më rëndësishme që ne jemi betu si deputet për ta mbrojtë kushtetutën dhe gjithmonë do të jemi në mbrojtje të kushtetutës. Andaj nuk do të ndalemi derisa institucionet të formohen, qeveria të formohet dhe të vazhdojmë punën ne si shtet dhe të mos bllokohemi. Andaj ftoj edhe një herë zotin Kurti që të vjen në kuvend të formojë institucionet dhe të vazhdojmë punën tutje. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, jemi sot këtu bashkë me deputet e Partisë Demokratike të Kosovës, deputet e Aleancës për Armërinë e Kosovës, edhe një grupi studentëve që na u kanë bashku sot në kundërshtimin tonë ndaj shkeljes vazhdueshme të kushtetutës që po ndodh tash gati një muaj. Ne jemi këtu pranë qeverisë Kosovës, ku deputeti i zgjedhur i Kuvendit të Kosovës Albin Kurti ka uzurpuar zyren më të lartë ekzekutive në Kosovë, zyren e kryeministrit të Kosovës, dhe në anën tjetër ka bllokuar formimin e organit kryesor të shtetit Kuvendit të Republikës Kosovës. Kushtetuta e Kosovës nuk është statuti i lëvizjes vendosje. Ajo nuk mund të interpretohet sipas disponimit politik të lëvizjes vendosje, as sipas disponimit politik të asnjë shumice parlamentare. Kushtetuta në thelb është koncept kundër mazhoritar, që do të thotë që sado e madhe të jetë ajo shumicë, ajo prapë nënshtrohet kushtetutës. Edhe po t'i ketë një parti 120 deputet të Kuvendit të Kosovës, ajo duhet të zhvillojë lojën politike brenda kushtetutës. Kjo është postulati themelor i çdo demokracie sot në Evropë, ku bëjmë pjesë edhe ne. Fatkeqësisht demokracia e Kosovës sot po cënohet
rendi kushtetues është përmbysur tërësisht dhe njerëzit janë në pritje për ta nxjerrur Kosovën nga kjo krizë. Ne kemi thonë edhe vitin e kaluar që Kosova është në krizë dhe Kosova po vazhdon të mbetet në krizë. Këta studentë që kanë ardhur sot duhet të kenë qenë fëmijë kur Albin Kurti ka fituar zgjedhjen 2020. Duhet të kenë qenë në gjimnaz ose në shkollë fillore. Sot janë studentë edhe shohin të vazhdojë e njëjta krizë. Dikush që në 2020 kur ka fituar Albin Kurti ka qenë nxënës, sot mund të jetë i diplomuar në universitet edhe pret të gjejë një vend pune. Në fakt e vetmja gjë që ju ka ofruar masi ka diplomuar është largimi prej Kosovës. 300.000 njerëz e kanë lëshuar Kosovën për 5 vjet. Ky nuk është migrim, kjo nuk është lëvizje e njerëzve. Kjo është zhvendosje masive e njerëzve prej Kosovës. Dhe kjo ndodh sepse përveç këtë qeverisjes sot është përmbysur rendi kushtetues. Si mund të pres njëri që ka ardhur sot me neve këtu, që të bëhet diçka për familjen e tij, për prindët e tij, për një vend pune që kërkon pas diplomimit, kur organi kryesor i vendit mati i bllokuar. Dhe bllokimi i kuvendit, shkelja një afati kushtetues, nuk është një çështje formale, është simptoma e një pushteti anarkik, e një pushteti autoritar që s'njeh asnjë normë, përkundrazi përmbys çdo normë, që s'ka asnjë respekt për qytetarin e Kosovës, po mbi të gjitha, nuk ka respekt për votuesin e tij. Duhet ndjesh krenar kur njerëzit t'i japin 53 deputet. Edhe duhet jesh i përullur. Edhe s'duhet preshesh që zbarë dita për të nisur punën, e jo të gjesh arsye për t'ju shmangur përgjithësisë. Do t'ishte nderi i madh me marrë besimin popullor. Ata njerëz që kanë votuar dhe ndërsa janë zhgënjur, qytetarët e Kosovës po presin në një krizë që ka filluar para më shumë se një vit e gjys, 2 vjet, dhe nuk dihet kur do të përfundojë. Prandaj ne jemi sot me vendosmëri edhe të palëkundur këtu për të treguar që Kosova dhe shoqënia kosovare ka forcë, opozita ka forcë politike, shoqënia kosovare ka forcë. Neve këtu do na bashkohen shumë njerëz dhe një moment ky shesh do të jetë plot. Po ai moment mund të jetë moment cilin Kosova nuk ka nevojë ta përjetojë, se mund të jetë një moment i pakëndshëm për të gjithë neve, kur plot njerëz të vinë këtu para derës së qeverisë. Prandaj sot ne po provojmë me një metodë që e bën çdo shoqëni normale. Ne jemi shoqëni e lirë. Dramat për plasit i kemi kalu, i kemi vujt rënë. Protestimi në këtë formë paqësore sot është për të ngritur një alarm se në një moment këtu mund të ketë shumë njerëz cilët edhe mund të jenë të revoltuar, prandaj edhe një herë i bëjmë thirrje deputetit Albin Kurti që ta lejojë deputetin Avni Dehari që ta thrasë seancën e kuvendit të Kosovës, se ky është një absurd të cilin ne nuk e pranojmë. Faleminderit shumë.